me publikun. Pra, çfarë ndodh? Ndodh që ti sajon një ndarje, sajon një pajtim, sajon një kërcim, sajon një këngë etj. Dhe bën një pajtim, pati një shikueshmëri goxha të lartë, dhe në momentin që ti e pe dhe ti e kuptove që shikueshmëria jote këtu mbaroi, sepse njerëzit për këtë kishin interes më shumë, vendose të ribësh edhe një herë lojën tënde, duke i rënë në mënyrë të drejtë për drejtë aty publiku që normalisht ka një lloj dashurie, simpatie për këto personazhe. Unë mendoj se ka ardhur koha që ky lloj televizioni duhet marrë fund një herë mirë. Unë mendoj që ka ardhur koha që televizioni të jetë real, mos jetë më ai mashtrimi më i madh që mund të ekzistojë. Kështu që për sa i përket çiftit Brikena Mateo, absolutisht ndarje nuk ka pasur, ndarje nuk ka, dhe absolutisht skenari i shëmtuar i Eduard Manushit vazhdon akoma në Top Arena për të bërë dhe për të shfrytzuar në maksimum